Përshëndetje miq. Ta thot dikushi që është i paditur, ose është njeri i zakont, i cili nuk ka të kryer ndonjë shkollë fetare, nuk është as teolog, as imam, as hoxh, dhe aju ka rastis që të thot ka vdek filani, vdiq filani, a e pat. Askush nuk i shkoi në dhurim. Përpaksa nuk ishte askush, përveç hoxhës e një 2-3 veta. Unë kam një pyetje për këta hoxhallar. Këta ose janë ignorant total, ose e ignorojnë me qëllim një të vërtet të madhe historike të historisë islame, vetëm e vetëm për t'i përmbush apetitet e tyre, qofshin ato materiale, profiteske, ose ata kanë frikë të thonë të vërtetën. Mirë po, as për njënën, as për tjetrën, kur është në pyetje urdhëri, amaneti, kuranor, apo fjala e Allahut, dhe si fjalë e Allahut ajo është edhe një urdhër në vete, detyrim pra, dhe nuk ka sens që një hoxh që për vete pretendon të ketë të kryer shkollë fetare dhe të mos e di se ata më të dashurit e Allahut nuk kanë pas xhamat në varrimin e tyre, përveç familjarëve të ngushtë. Doni ta dini bre miq, kush nga ata e ka përjetuar një gjë të tillë, ose ka ndodhur pas vdekjes së tyre? I pari është i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pyetni bre hoxhallarët, vënja në pikpyetje këtë çështje, mos hezitoni, mos keni frikë, nëse jeni pak të lexueshëm në aspektin e historisë islame, e ngjarjeve të cilat kanë ndodhur me rastin e vdekjes së të dërguarit të Allahut, alayhi salatu wassalam. Pyetni bre, thoni, pyetni ata, kush ishte prezent, kush ishte pranë krevatit, pranë shtratit të vdekjes, kur i dërguari i Allahut i numëronte sekondet e fundit të kësaj jete. Dhe pyetni, kush ishte prezent në varrimin e tij. E kam thënë në një video tjetër, aty ka qenë vetëm familja e ngushtë e pejgamberit të Allahut, Ali ibn Abi Talib, Fatima, Hasan, Huseini i vogël, Zeynep. Ka disa transmetime se ka qenë edhe Ibn Abbas, edhe di që je nga familja pak më e largët e pejgamberit, por askush tjetër. Dhe personi tjetër i dytë, i dashuri i Allahut, ose e dashura e Allahut, bija e Resulullahut, bija e të dërguarit të Allahut, Fatima bintu Muhammed, alayhi salatu wassalam, alayhimus salam. Kush ka qenë prezent në varrimin e saj? Askush. Bijtë e saj dhe burri i saj, Ali ibn Abi Talib. Pse? Sepse Fatima, e bija e Resulullahut, ja ka lënë amanet Aliut, burrit të saj, që ai atë ta varos natën në errësirë. Pyetni hoxhallarët, a e din sot e kësaj dite ku është varri i bijës
së të dërguarit të Allahut alayhi salatu wassalam. Askush nuk e di. Askush nuk e di ku e ka ajo varrin, sepse ka qenë e zemëruar, ka qenë e hidhëruar, ka qenë e zhgënjur nga sahabët e ngushtë të Resulullahut, të cilët pas vdekjes së tij u kacafytën për çështjen e kalifatit. Dhe ajo u zemërua shumë, saqë Ebu Bekri nuk i ka folë përderisa e ka dhënë shpirtin dhe e ka porosit Aliun që ai ta varros atë natën dhe i ka thonë që varrin e saj nuk don askush ta di dhe askush sot e kësaj dite nuk e di varrin e saj. Andaj, Hoxh Efendi, çfarë roli luan, çfarë rëndësie ka sa njerëz, sa persona marrin pjesë në varrimin e dikujt, e një XY, që rëndësi ka kjo? Pa e dim me ti Hoxh, se një artist i Bollywoodit, Pakistan, Indi, Bangladesh, po të vdes, miliona njerëz i shkojnë në varrim. Vetëm si shembull, si ilustrim, një këngëtar tjetër, një biznismen, një pasanik, mos t'i numëroj me emna, kur do të vdesin ata, me mia do t'ju shkojnë në varrim. Mirë po, nuk i shpëton ata, përveç ajeti kuranor i shpallur nga Allahu i madhnueshëm. Walladhina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kjo di shpëtoj. Ata të cilët besuan dhe vepruan drejt, bën vepra të mira, në harmoni me urdhrat e Zotit, jetuan drejt, qenë besimtar të sinqert. Nuk ja hangrën hakun askujt, nuk bën hile, nuk ishin zullumqar, por ishin besimtar të drejt, sinqert. Dhe bën amelu salih dhe qenë çka? Me iman. Walladhina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Kjo di shpëtoj dhe kjo mund të na shpëtoj. Dhe në qoftë se këtë e kemi arrit, atëherë kemi arrit kënaqësinë e Allahut, jo kënaqësinë e njerëzve të kësaj toke, që do të duken në televizion, që do të duken në opinion publik, se ishin me mia, me qindra mijë. Çka dobi kemi në qoftë se te Allahu jemi kthyer me hak ndaj Zotit, me hak ndaj njerëzve, me hak ndaj komshiut, me zullum ndaj komshiut, me zullum ndaj rrethit, ndaj shoqërisë, ndaj ambientit, ndaj kafshëve, ndaj njerëzve. Kemi qenë zullumqar, kemi qenë gënjeshtar, kemi qenë komarxhi e çka s'kemi qenë. Çfarë dobi do të na bëj kjo? Nuk na bën kjo dobi, përveç se nëse kemi besuar drejt, kemi besuar Allahun një, dhe nuk i kemi bërë atij shok, i kemi kry obligimet tona ndaj Zotit, kemi bërë vepra të mira, atëherë na e kemi të drejtën të shpresojmë tek mëshira e Allahut, por jo në numrin e atyre që do të na përcjellin në ditën e fundit, sepse ata do të kthehen në shtëpi dhe do ta vazhdojnë jetën, kurse ne do të jemi në varr dhe ne do të ballafaqohemi ditën e gjykimit, ditën e llogaridhënies, me atë të cilin e kemi vepruar në këtë tokë, me atë të cilin e kemi përgatitur dhe kemi marrë me vete. Po jo njerëzit, jo famën, jo pasurinë, jo dinarin, jo dirhemin, jo rialin, jo dollarin, jo euron, jo frangun, jo, as dukatin. Vetëm zemrën e pastër, min kalbin selim, me një zemër të shëndosh, sepse Allahu do të shikoj në zemrat tona ditën e llogaridhënies. Nuk do të shikoj me cilin ishim shok këtu dhe kush ishin ata. Ana pas vdekjes, ana kujtuan, a mbajtën mbledhje komemorative dhe u mblodhen në përsalla dhe diskutuan, e pinë, e hanë në emën tonë, duke festuar përvjetori i vdekjes së tij, përvjetori i vdekjes së atij. Mosni, njerëz,
kthehuni tek Kurani dhe do i gjeni të gjitha, të cilët Allahu neve, si besimtar musliman, na i ka bërë obligim që ne ato t'i përcjellim, ato t'i ndjekim dhe t'i pasojmë. E jo të merremi me thashë thana, me pralla, me legjenda, me mite, sepse fundit hoxhallarët e kanë bërë edhe vdekjen biznis, e kanë bërë edhe larjen e xhenazës biznis, e kanë bërë edhe qefinosjen biznis, e kanë bërë edhe varimin biznis. Dhe në qofse ju jeni fukara, jeni njeri ngrat i muhallës, jeni një njeri, një bab, një familjar i ngrat, dhe nuk keni, ata mendohen 3 herë, 10 herë, të vij apo mos të vij, që të qefinos, që të laj kufonën, xhenazën, që të përcjell në banesën e fundit. Vetëm paraja, sot për ata, është e rëndësishme. Shikoni në për martesa, çka bëjnë. Shikoni në për sineti, çka bëjnë. Shikoni kujt i shkojnë e kujt nuk i shkojnë. Nuk ka nevojë për koment. Ju të gjitha i dini, më mirë se unë. Por duhet marrë guximin dhe duhet vënë në pikpyetje këto fenomene, këto dukuri. Duhet thënë atyre stop. Nuk duhet lënë në mënyrë pasive të jemi indiferent dhe ata të vazhdojnë, sikur kjo të jetë shpallur nga librat e Zotit, të cilat ata qindra shekuj pas vdekjes së Resulullahut i kanë shpikur dhe sot i kanë bërë pjesë përbërëse e besimit islam. E keni këtë parasysh? Nëpërmjet haditheve të shpikura, nëpërmjet haditheve të sajuara, të trilluara, e kështu me radhë. Sot ata janë bërë elit, në qofse hyjnë ai në një mexhlis, i çohet të gjithë në kam, janë bërë si ato në punësit e dikushëm të sistemit monist, komunist. Kur vinte do një në punës komunal, unë isha i ri i fëmijë, e gjithë muhalla i çohej në kam. Vjen në punë si i komunës, vjen në punë si i porezit, i taksa paguesve. Vjen ki, vjen ai, sluzhbenik, qinovnik, u thuesh. Sot janë bërë zhollarët të tillë. Hyjnë në një mezhlis, gjithë çohen në kam. Për derisa pejgamberi Allahut, alayhi salatu wassalam, e ka ndaluar që njerëzve të përkulesh, që atyre të njështrohesh, që atyre të dorëzohesh. Për ulja në nështrimi, dorëzimi i takon vetëm Allahut një dhe të vetëm. Ati, subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum.